Pas 7 muajsh nga përfundimi i hetimeve dhe dërgimi i dosjes nga SPAK, gjykata ka vendosur kalimin për gjykim të çështjes ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ish-bashkëshortjes së tij Monika Kuremadi, si dhe 3 pandeorëve të tjerë të akuzuar për korrupsion, pasrim parash dhe fshehje pasurie. Gjatë seancës paraprake të zhvilluar këtë të njëjtë, mbrojtja kërkoi shpadhjen të pavlefshme dhe të papërdorshme të provave, por kjo kërkesë u rrëzua nga gjyqtarja. Me këtë vendim, çështja i hap rrugë fazës së gjykimit, ndërsa pritet për zgjedhja e trupës gjykuese me 3 gjyqtar që do të shqyrtojnë dosjen. Në lidhje me procedurën, Ilir Meta dhe Monika Kuremadi kanë kërkuar gjykim të zakonshëm, ndërsa 3 pandeor të tjerë, Fatime Kuremadi, Ema Çoku dhe Piro Xhixho, kanë kërkuar gjykim të shkurtuar. Seanca u ndoq edhe nga Meta, i cili ndodhet në mas sigurie që prej tetorit 2024 edhe ishte i pranishëm nga kafazi qelqt në sallë. Pas përfundimit të seancës, Meta reagoi publikisht duke deklaruar se megjithëse gjykata konstatoi disa nga pretendimet e mbrojtjes, nuk urdhëroi kryerjen e hetimeve të reja të kërkuara. Edhe pse gjykatja konstatoi drejtësinë e shumë pretendimeve tona me mungesën e qëllimshme të veprimeve hetimore nga akuza për mosbardhjen e së vërtetës, në vend që të kërkonte që të bëheshin këto hetime të domosdoshme për të shmangur qëllimisht, deri tani vendosi që çështja të kalojë në gjykim, por edhe listoi të gjitha veprimet hetimore që duhen bërë njëkohësisht për zbardhjen e së vërtetës. Pra tani nuk do të kemi vetëm gjykim, por paralelisht edhe hetim. Përfundimi i seancës paraprake na jep lirin që të çmontojmë publikun të gjithë gënjeshtrat, falsifikimet dhe mashtrimet që ndodhen në fashikuj. Vendimin e gjykatës e komentoi dhe Monika Kuremadi. Unë nuk kam asnjë lloj surprizë në gjë. Jam shumë e bindur që betejë jonë politike, ky është një gjyq politik, ka qenë gjyq politik, nuk diskutohet. Ishte një vendim lënë presion, ka asnjë gjë të keqe, jo të gjithë përballojnë presion, po patjetër. Sepse gjyqtarja lexoi, pranoi që në dosje 90% e akuzës së prokurorëve nuk ka provë. Sipas avokatit të presidentit, mangësitë në dosje janë të pakontestueshme. Atëherë, mangësitë e hetimeve, unë po i përmend 3-4 dhe tira i përmend Monika, ka qenë dëshmit që duhet merreshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjykata i konstatoi, dëshmit që duhet merreshin në Shqipëri, në parlamentin me parlamentarët shqiptar, të cilët gjykata i konstatoi që nga kryeministri zoti Rama dhe të gjithë ata që prononcuan, ideuan ligjin për minerat dhe shumë dëshmi të tjera. Zonja Kuremadi është familjare, është shtëpiake, dhe nuk ka kryer asnjë funksion dhe asnjë punë në jetën e saj, vetëm kjo gjykatë mund ta bënte.